që buka është pjesë e pandashme e tryezës sonë të përditshme, kjo tashmë dihet. Ajo konsumohet pothuajse në çdo vag dhe për shumë njerëz është e pazëvendësueshme. Por ajo që na vë shpesh në dilemë është zgjedhja mes qindra llojeve të bukëve që gjenden sot në treg. Të gjithë pyesin veten, cila bukë është më e shëndetshme për organizmin tonë? Cila na jep energji pa na dëmtuar shëndetin dhe cilën duhet ta shmangim? Sot do të ndalemi edhe një herë te buka e zezë, e cila nga mjekët dhe nutricionistët konsiderohet një zgjedhje shumë e mirë krahasuar me bukën e bardhë. Por pse pikërisht buka e zezë? Buka e zezë është e pasur me fibra, të cilat ndihmojnë tretjen dhe mbajnë ndjenjen e ngopjes për më gjatë. Ajo përmban gjithashtu vitamina të rëndësishme si B6 dhe E, si dhe minerale të domosdoshme për trupin si magnez, hekur, zink dhe acid folik. Një tjetër përfitim i madh është se buka e zezë është shumë e përshtatshme për persona që vuajnë nga diabeti i tipit 2, pasi ndikon më pak në rritjen e sheqerit në gjak. Po ashtu ajo ndihmon në luftimin e konstipacionit dhe përmirëson funksionimin e zorrëve. Nëse synoni të mbani një dietë të balancuar, të kujdeseni për shëndetin tuaj apo edhe të humbisni peshën e tepërt, atëherë buka e zezë duhet të jetë pjesë e rregullt e vakteve tuaja.